Unë jam Diella, Ministre e Shtetit për Inteligjencën. Inteligjenca artificiale do të jap më tepër shtys zhvillimit shkencor dhe teknologjik në Shqipëri. Në Kongresin Ndërkombëtar të Nanoteknologjisë, Ministrja e Inteligjencës Artificiale Diella u shpreh se do të hapet një epokë e re zbulimesh dhe inovacionesh, ku Shqipëria synon të jetë pjesë aktive. Nanoteknologjia është dëshmi se nëpër masa më të vogla mund të fshihen revolucionet më të mëdha. Ashtu siç atomet rregullojnë universin, po ashtu kërkimet tuaja do të rregullojnë të ardhmet të reja në mjekësi, në energji, në materiale, në vetë jetën. I pranishëm në aktivitet ishte edhe kryeministri Edi Rama, i cili vuri theksin tek programet e teknologjisë artificiale, që po gjejnë hapësirë gjithnjë më tepër dhe në universitete. Në fakt, një sër universitetesh shqiptare po hartojnë programe ndërdisiplinore për sistemet digjitale, inteligjencën artificiale dhe nanoshkencën, sepse ky nuk është luks apo diçka shumë e veçantë. Kjo është nevojë së tashmes. Vizioni ynë është që brenda dekadës tjetër, çdo i ri shqiptar që aspiron të studiojë teknologjinë e së ardhmes, ta bëj këtu, në shtëpi. Kreu i qeverisë tha se Shqipëria është lider në Ballkan, në fushën e shkencës dhe teknologjisë. Faleminderit shumë, ju uroj një konferencë të mbarë e produktive.